shpretneshë, dramofi, mos t'ja falësh një herë, se për mu vetëm keqi. Ekomendje ka organizuar sërish aktivitetin Mramje Vallëzimi në shtëpinë të moshuarve në Shkodër. Qëllimi i këtij aktiviteti sipas organizatorit Mirsat Basha është që të rikthejnë të moshuarit në vite për t'i kujtuar rinin. Ne vim çdo ditë mërkurë te shtëpia e moshumve, vim në mënyrë vullnetare me aktivistat tonë, sa me kalu disa kohë, disa momente me gjyshat e shtëpisë. Me dhuru sa më shumë dashni, sa më shumë mi dhanë atë kohën e lirë ata që ata kanë nevojë, domethënë. Sa të kena menuar, e kena ripërsërit faktikisht, kena bërë herë tjetër, Mramje Vallëzimit, ashtu si dikur të viteve 70, moshën, kohën kur ata kanë qenë edhe më të ri, ata kujtojnë më shumë. Bashkë me disa muzikante, me njerëz tjerë që na kanë ndihmuar dhe kena bërë këtë aktivitet. Një nisëm vullnetare që janë përfshirë shumë të rinj dhe mosha të ndryshme që t'i japin kësaj moshe respekt dhe dashuri. Mbrëmja Vallëzimit ishte një fest me shumë detaje të bukura, ku morën pjesë të artistë të mirënjohur të Shkodrës, si Orieta Kela, Ilir Zoga dhe Anjeza Marku, por Ekomendje nuk kishte harruar edhe parukierët për gjyshet dhe arredimin e ambientit. Nuk është hera parë që Ekomendje bën të tilla festa në shtëpinë të moshuarve, por i organizon çdo të mërkurë.